Selamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh, miq të dashur, të nderuar shikues e dëgjues të radio televizionit Pendimi, jemi rikthyer edhe një herë në pjesën e dytë të transmetimit të emisionit Drita e së vërtetës. Jemi edhe në këtë pjesë të dytë së bashku me Hoxhën Fadil Musliu, edhe një herë rifalenderit që je edhe në këtë pjesë të dytë të programit bashkë me ne. Allah është për bleft, ndërsa të dashur shikues, të nderuar miq e dëgjues të radio televizionit Pendimit, tashmë i konsiderojmë linjat telefonike të hapura zyrtarisht dhe i presim edhe telefonatat e juaja. I presim inkuadrimin tuaj të drejt për drejt në Viber në +383 45 471 848 është numër kontakti që mirëpret thirrjet tuaja telefonike. Po ashtu tek rubrika dërgo mesazh në web faqen e radio televizionit Pendimi, mund të na shkruani pyetjet e juaja, mundësisht të jenë sa më konkrete dhe të jenë sa më të qarta me anë të tekstit kur na vijnë pyetjet, që ta kemi sa më të lehtë edhe dhënien e përgjigjeve për ato pyetje. E ne do të nisemi tashmë në Hoxh me pyetjen e parë që ka të bëjë pikërisht edhe me temën që sonte e trajtuam së bashku. Na përshëndet një shikues me selamu aleikum, selam i themi dhe na thot kam dëgjuar thot pasere që ka dyshime mbi Isran dhe Mirajin, a ka udhëtuar fizikisht Muhamedi alayhis salam apo vetëm shpirtërisht, apo cila ka qenë metoda dhe mënyra e udhëtimit të Muhamedit alayhis salam. Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht do të kuptuar se Isra dhe Miraxhi është një ngjarje në ndëlli që s'ka fije dyshimin të. Është e vërtetuar me Kur'an edhe me sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Ta'ala thot Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. I patmeta i lartësuar është Allahu, ai i cili e barti robin e tij në një pjesë të natës prej Mesjidil Haramit, xhamisë së shenjtë Qabës në Mesjidil Aqsa. Kjo bartja quhet Isra. Edhe është e vërtetuar në Kur'an, edhe është pjesa e parë, ajeti i parë, verseti i parë, flet domethënë për këtë ngjarje. Dhe surja e mërtohet surja El Isra. Ndërsa Miraxhi ngritja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prej Beit el-Maqdisit, prej Kudsit, prej Mesjidul Aqsas, mbi qiellin e 7 është e vërtetuar me shumë transmetime të vërteta që e forcojnë njëra tjetrën, transmetime prej kujt pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra këtu dyshim s'kemi. E tash pyetja, a ka shkuar veç me shpirt? Se pak, është të çuditshme tash një pjesë natës, shkorte, gjithë këto ndodhim, a veç me trup, apo me trup e me shpirt? Përgjigja është, Israja dhe Miraxhi është bërë me trup edhe me shpirt. Kjo, tjetër, shme thonë, diskutim nuk ka këtu, edhe tjetër përgjigja nuk ka, udhëtimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë me trup edhe me shpirt. Mirë, do të nisim ose do të vazhdojmë me pyetjet të tjera që kanë të bëjnë me çështje të tjera, problematika hallet të ndryshme të njerëzve. Dhe një prej shikuesve tanë na përshëndet me selamu aleikum, dhe deshte thotë të ju pyes, e kam thotë një hall, një problem, thotë sa herë po hyn në shtëpi, thotë po ndihem keq, thotë po ndihem nervoz, thotë po nuk po ndihem mirë, me pak fjalë rahat, ndërsa kur po jam jashtë po ndihem i qetë dhe komod. Po, ndodh kjo, jo vetëm të kjo që ka bu pyetjen, po ndodh kjo të shumë të tjerë, qofshin ata të gjenisë mashkullore, qofshin të gjenisë femërore, ka raste që janë edhe matralla, dikush edhe me ditë të tëra, nuk mund të kthehet në shtëpi, edhe gjithkun e gjen veten, gjithkun i rrihet përveç se shtëpi jo. Nuk më tash më anashkalu edhe me thonë, hajtë se sa shkurgjë kjo, është kjo diçka, edhe kjo flet për diçka, kështu që këti pyetje që ka bërë pyetjen, i këshilloj edhe i propozoj që të konsultohet me imamin, apo hoxhën që ky rren, apo që dëgjon,
apo që ka kontakt, edhe privatisht ulet me ta, bisedon, edhe e trajton hoxha këto dhe me thonë në mënyrë të detajizuar. Sepse mund të ketë dhe me thonë shqetësime që janë me botën shpirtnore, janë me botën fizike. Se s'ka këdhimbje koke, s'ka dhimbje të zemrës apo trupit, po ka diçka që e rëndon koken, ja rëndon trupin, që diçka e bën të pavullnetshëm, të pafuqishëm, ja humb humorin, ja humb atë kënaqësinë që ka. Mirë po, a ka rrugdalje, po, a ka zgjidhje, po. Nuk ka probleme, nuk ka hallë, nuk ka shqetësime që s'kan zgjidhje. Ka njerëz që nuk din me i zgjidh problemet. Ka njerëz që nuk din me i zgjidh mosmarrveshjet. Ka njerëz që nuk din me i zgjidh shqetësimet, ama rrugët janë të hapura. Për ata Allah thotë, fes'elu ehle dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që din për gjëra që nuk i din. Po e dhami. Së më pyet mua vëlla, nëse jam stomatolog. E po qysh me ja bota është hoq? Ja bën më shko te stomatologu, rregullohet. Po valla kjo pjesa e barkut, kjo pjesa abdominale, po shkon te specialisti abdominal, te mjeku abdominal shkon. Ai po çet punë është. Ta kontrollon, ta fotografon, të kallëzon, të qëtë zorë, të krejt të rëndit në sa zorë është, të e mushte. E të kallëzon që me hangër lëngë, shumë mës me hangër thatë, e sa ma shumë lëngë, e sa ma shumë ujë, e kështu me radhë. Edhe këto gjanat shpirtnore i diskutoni me hoxhallarët. Dhe çdo njëri prej neve do të me pas të në telefon një hoxh që ka ma për qefi, ma për shpirti, për zemre që konsultohet me ta. Edhe ulesh bisedon, edhe tregon, tash a kalohet kjo vetëm me një seancë duke bashkë biseduar, apo duhet edhe për t'i lexuar Kur'an, për t'i larguar ato shqetësimet, e konstaton, jo unë prej këto. Por mos u shqetëso se kalusa është me emën të Allahut. Një motër na shkruan, thotë i përshëndes juve në radio televizionin Pendimi dhe po ashtu dhe hoxhën Fadil Musliu. Me selamu alaikum. Aleikum salam. Aleikum salam dhe ju falenderoj thot për emisionin. Thot jam një motër nga Gjermania, e ndarë prej burrit, thot që një kohë, thot edhe për shkak të problemeve domethënë që i kemi, thot burri i kërkon fëmijët, deri në cilën moshë thot duhet me i mbajtur fëmijët që me pas të drejtë me i mbajt nana këtë rast. Po, bismillahirrahmanirrahim, sa i përket probleme bashkëtorë, edhe këtu Islami ka dhënë zgjidhje. Jo për çdo gabim, për çdo lëshim, do të me kërkue ndarjen, me kërkue shkolërizim, divorcin. Por për çdo gjë që ndodh, do të me kërkue çka ato që është më e mira. Dhe më e mira e fundit, në jetën bashkëtorë, e fundit, që nuk ka tjetër, është shkolërizimi. Kur të konsumohen gjitha rrugët, kur të hargjohen të gjitha mundësit, konsumohen gjitha rrugët e mundshme, atëherë çka? Vjen deri te kush? Te shkolërizimi, tek divorci. E jo për një gabim të burrit, po ndami. Për një gabim të gruas, po ndami. Ka dalë vone. Se nuk ta shet mirë. Është ma tepër në këtë kohë bashkore, nëse qenë këtë derë, edhe po ndami atëherë, edhe herën e dytë ka mos qenë ma letë, herën e tretë, kështu me radhë. Çfarë duhet bërë? Duhet me trajtue me gjaftësi, me maturi, me butësi, edhe me urtësi, çdo problem bashkëtorë. Po pasi ti kryjmë këto dhe prap nuk ka sukses, edhe një farforme burri edhe gruaja janë mbështet për muri, nuk shkon matutja, atëherë vjen deri tek ndarja. Kur vjen deri tek ndarja, si veprohet tash fëmijët? Fëmijët derisa janë të vegjël dhe nana është interesuar për me i mbajt, më për kujdes për ta me i dhon gjin, nëse ka në gji fëmijën, me pastrue, me përkatit për me qunë kopsht, apo në qerdha, apo dhe shkollë fillore, fëmija është mirë të qëndrojë tek nana, mirë po baba obligohet çka të siguroj vendbanimin, të siguroj ushqimin, të siguroj pijet, ushqimin edhe veshmbathjen. Kush obligohet to? Baba. Po tash nana
1 vjet, 2, 3, nejti me fëmijët, po dërë me u martue. E tash ata fëmija, vajza e djemë çka i ka, kujt i takojnë? Në momentin që ajo martohet, fëmijët i takojnë babait, do të me shku te baba. Fëmijët do të me shku tek baba. Po derisa është e pamartume, i mban ajo. Baba kujdeset, pra edhe njerë po thëmë, anën materiale. Aty hen ushqimi, pijet, veshmbathja, kolmi mbi kokë, shpenzimet e shkollimit e krejt, këto obligohet baba. Nana përgatitjen brenda atje të ushqimit, të pijeve, ato gjitha, pastërtinë, rrobat, larje, ato krejt i bën nana, e kështu vazhdohet. Po tash, hiç mos më i marr baba, po i merr, për shembull, xhumon, shtunën diellin, prandaj shtunën diellin merr baba, katër do t'i merr nana, as qëra nëse në një qytet aty. E tash kur rriten fëmia, çka? Ku dojnë ata? E pyet djalin, e pyet vajzën, ku po dojnë? Derisa nana nuk është e martuar, nëse është e martuar, atëherë fëmijët shkojnë, mas mire shkojnë te kush? Te baba i tyre. Te baba i tyre. Por në këshill po ja vë këtyne prindër të shkunorizuar, që janë nda, që të kenë kujdes, ta kenë frikën e Zotit, mos flasin kundër njëri tjetrit para fëmijëve. Për shembull, nana me fol fëmijë me thonë, çfarë babe të keq që keni pas, çfarë babe pes, çfarë babe i djem, ma kanë zi jetën, ai më ka bu kështu, ai s'm ka me hong, ai s'm ka e lundrën e viktimës. Wallahi veç që i largon fëmijët kështu. Edhe pe babas, edhe pe vetës. E baba ne jam nda, nana jote më ka qit në rrugë, nana jote kështu, nana jote ashtu, e me gjujt fjalë që s'janë, edhe ato që janë nuk do të më i thonë. Nana çka do të më thonë fëmijëve? Ai është baba juaj. Jo do të me dash, me respektu, kështu. E po ti nam, se të s'ke ndajt me ta. Na dë nuk kemi mujt. E sa është baba jem, aso nëse më nana e ti, mirë po ju dohet. Edhe babat me thonë, ato e keni nam, e keni për obligim me respektu, me dash, me ndëru, me ju binde, kështu me radhë. Po ti bab se nuk ko vazhdon, une me të nuk ko mujt. Na i kemi rrugë të ndame, ndërsa ju i keni rrugë të përbashkëta, edhe me babën, edhe me nanën. Mirë, një tjetër pyetje që ka të bëj pak a shumë ndoshta me temën e pyetjes së dytë që e kishim në program. Thotë Zahir thotë, na përshëndet me selam aleikum, neve dhe juve o gjinderuar, edhe gjithë shikuesit e radio televizionit Pendimi. Thotë, kisha dasht të ju pyes sa herë e marr me lexu surën El Bekare, thotë më shtrëngohet lukthi dhe më krijon dhimbje. Edhe nuk mundem sot me lexu. Po, më fal, nëse mundemi, për shkak se kemi me shkrim, e kemi një telefonat me thirrje. Patjetër. Selamu aleikum, mirë se erdhët. Është ndërpre, po vjen prap, mirë marrim sërish. Selamu aleikum sërish. Aleikum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ju përshëndes. Spari hoxhën, dhe ishta mi abo një pyetje hoxhës. Une jam me një kap edhe dalë kështu edhe me parime, me mundona edhe me praktiku fejnë islame ashtu si që ta kam su pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po e kam qysh një kur po dal me një kap edhe me gjilbaba kështu gjanë zekrejt, do motra që jam edhe me mbules që pi qesin do me thonë edhe në rjak në ato mbulesat që po jam me pantallona edhe kështu që po më këshyrin me një sy kej tjetër edhe as selam nuk më japin edhe veç po du me dit edhe arsyen pse janë qështu, apo kuptan, janë me mbulesa, po edhe më shikoj me një sy kej tjetër. Veç këtë pyetje dhe ishta me apo hoxhës edhe nëse ka mundësi në sqarim të vogël. Selam aleikum. Aleikum selam. Mund të filloj me përgjigjen domethënë e pyetjes telefonuesës për të mandej për të vazhduar edhe me përgjigjen e dëgjuesit me shkrim që na është drejtuar. E se për këtë pyetje së motor që bën kjo me nikab, domethënë nikab apo khimari thuhet arabisht mbulesës së fytyrës, dikush që thot ferexhe, dikush një emër tjetër, po pe kuptojmë çka është. Po e bën pyetjen pse motra të tjera, po ato të mbulume, po një mbulesë pak tjetër, po më shikojnë me sy të mirë, nuk po më japin selam. E para motër te ne kabe nuk e ke qit për hatër të njerëzve, e ke qit për hatër të Zotit.
e ke qitë për hatër të Zotit, kështu që ti mos u shqetëso, mos u mërzit çka thojnë njerëzit atë si të shikojnë njerëzit. Se kështu e ki vështirë me përballu, në qoftë se ti çdo ditë merresh me ato që po të këshyrin kështu, apo ata që po të këshyrin ashtu, apo këta që po flasin kështu, apo ata që po flasin ashtu, ti mos u merr me këto shikimet e me fjalët e njerëzve. Ti e ke përzgjedhë, e ke bo me vullnet, po, e ke bo me dëshirë, po. Ai ka mundësi edhe kanë me të ofendu, kanë me të shanë njerëzit rrugës. Se kjo ndodh gjithandej botës kështu. E para. E dyta, që nuk po të shikojnë mirë, këtë nashta nuk mundesh me ditë, sepse nga njëri shikon mirë, po ty duket keq. Kjo nuk është shumë shqetësuese se s'mund, kjo është relative, nuk është bashkë sakt që çdo njëri të këshyr ty keq. Nashta të këshyr pak me çudi, me habiset e na nuk ka shumë, në gishta janë këto motat me nikab, por do të me shqetësua ajo tjetra që pse nuk japin selam. Po nëse s'tjapin selam, ti je besimtare muslimane, ti kalon pranë tyne, ti i thu selam aleikum motra. Ti e kryen një sunet për suneteve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ato e kanë vajxhib, e kanë obligim ta kthy selamin. Ta kthejnë, mirë, ta kthejnë, ato mbesin bash tek Allahu Teala. E pse nuk t'japin selam? Ajo është problemi tyne. Unë nuk e di personalisht pse nuk t'japin, se s'po di kush janë ato, po nuk është një farë probleme dhe mos me dhon selam. Pse selami nuk është farz. Selami nuk është obligim, patjetër me dhon. Me i dhon selam, me u përshëndet, me selam është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe bile është që me thonë hapi parë që komunikojnë njerëzit besimtar musliman me njëri tjetrin është me selam. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë haqqul muslimi ala al-muslimi sittun. Ato është me thonë rregullat e muslimanit ndaj muslimanit, apo e drejta e muslimanit ndaj muslimanit, janë të drejtat e muslimanit ndaj muslimanit janë 6. Qila wa ma hunna ya Rasulullah, cilat janë ato i dërguar me Allahut? E para tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha laqitahu fasallim alayhi. Kur të takosh vëllau musliman, japi selam, është fjala për gjinin mashkullore. Po dhe femnat, kur të takojnë motrën muslimane, i dhon selam. Po valla si dha selam, a ki gjëna jo. Po a ki shpërblim? Jo. Se nëse jep selam, thua assalamu alaikum, i ki dhe shpërblime. Po nëse thua assalamu alaikum wa rahmatullah, 20. Po nëse jashton assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, i ki 30. Pra meno 30 shpërblime, 30 sevape për një përshëndetje. Kështu që ti, mbështetje Allahu Teala, edhe dora se ky rrugtim nuk është i lehtë, me niqab në Kosovë nuk është lehtë jetohet. Nuk është bash lehtë, mirë po ta lehtëson Allahu te bareke wa taala, nëse ke po për ta. Nëse ke po për dikën tjetër, veç ka me të vështirësua dhe nuk ka me të lehtësu fare. Allahu të ndihmoft. Amin. Domethënë te çështja e pyetjes me shkrim po kthehemi edhe një Po. herë, që ishte për leximin e surës Al-Bekara Po, e kam të qartë. Mandej ka ardhur edhe një pyetje që është parafërsisht e ngjashme. Thot kur dëgjoj ilahi e ka fjalën, më shtrëngon, thot në gjaks edhe nuk ndjehem, thot mirë. Domethënë para shumë mund të jetë përgjigjësi e përbashkët në këtë. Ja, ka dallime se është e përbashkët, se ilahia është diçka këtë tjetër e Kur'ani është shumë diçka, ato janë ato nga hiç njëra me tjetrën, as nuk munden me qenë reagimet e njëjta. Se nëse lexon surën Al-Bekara, edhe ka reagime trupi dhe s'mund e përballon, aty do me thonë ka shqetësime, diçka është i ngacmuar, apo është i prekur prej gjinëve, apo prej magjisë apo diçka tjetër, se sura Al-Bekara është ilaçi ma i përshtatshëm për kundër këtyne gjanave apo kundër të këqive dhe keqbërësve dhe preferohet me lexu vetë, e nëse s'mundesh me ta lexu të tjerët, e nëse pyet si thot kur po e lexoj s'po mundem pe ndali, atëherë të paktën ta lexon dikush prej anëtarëve të familjes. Po edhe atëherë nuk mundesh, atëherë futi ato kufjet vesh. Po atëherë nuk mundesh, shko te një hoç të lexon Kur'an pak. Edhe teston shef çka ki të bësh. A ilahit jo, ato ilahit janë vargje, janë domethënë poezi, ato s'di pse po të mundojnë, se ato as i shqetësoj shejtan bile. Ja, mara shejtani për ilahit ta nol kur. Shejtani ta nol Kur'anin. Shejtani ta nol namazin, mundohet me ta nol. Ilahit jo, mara çfarë absolutisht ilahit. Ani tash ja kanë nisur edhe me muzikë kohët e fundit. Pa veç kur ti marrin tash edhe qyteliat edhe ti marrin edhe violinat edhe ato tjerat runa zot. Kështu që pa abuzohet, pe disa, jo pe këtë, po pe disa pa abuzohet. Në vend se ti ipet përparësi fjalës Allahut, e fjalës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ipet përparësi
aty në poezie me instrumente muzikore, edhe në që njerëzit të avrohen aty ku Allah është i kënaqur, mas shumë të Allah është i kënaqur me kënë, me Koranin. S'mund me thonë ti me diçka tjetër. As me hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Allah nuk është i kënaqur, qysh është me fjalët e veta, me Koranin. E pastaj shkohet gradualisht te poshtë. Fillohet prej ato që është më e larta, pastaj shkohet më poshtë. E të fillohet prej poshtë edhe me mbecet e poshtë mos më ngrit në alt asnjëherë. Mirë, një hall tjetër që është dërguar nga një dëgjuese, thot me burrin thot jemi që të dytë edhe i falim 5 kohë namaz. Thot kemi probleme si çdo çift tjetër, thot por në rastet kur kemi probleme acarime sipër, fillon fjalë duke përdorur fjalë pak më të rënda, fjalë të ofenduese, saqë ka pas thot raste nga thonë që është dënë me unda, je lirë prej me, unë të maj vetëm hatri thmive, e ka kalu edhe në disa shprehje edhe më të rana. Po, në këto valla janë bo realitet i hidhur, realitet që nuk e dëshirojmë, po ndodhin këto, edhe këto po ndodhin shumë shpesh, edhe sa po kalon koha, problemet, mosmarrëveshjet, divergjencat bashkëtorë po theksohen, po dalin në pa, në shesh, që besoj edhe ndarjet, po shtohen dita ditës, fatkeqësisht se këto janë të dhimbshme, edhe krejt kjo vjen si rezultat pse çifti bashkëtor nuk i ka punë të mirë jo ndërmjet veti, po nuk i ka punë të mirë me Zotin. Ai burr që dëshiron me i pas raportet mirë me gruan e tij, dhe ajo grua që dëshiron me i pas raportet mirë me burrin e saj, le të rregullojnë fillimisht raportet me Zotin, pastaj rregullohen kush raportet bashkëtorë. Nëse i ki kesh me Zotin, mos mendo që kemi rregulluar as raportet bashkëtorë, as raportet familjare, as ato fqinësore, as ato kolegiale apo shoqërore. Kjo, e tash pse burri shon, se cilë ka të dokatën e vet, unë tash nuk e di çfarë ofendime shamë është bën, po ndoshta i ka trashëguar prej fëminie, se ka marrë një edukat jo të mirë kur ka qenë fëmijë. Edhe ata që janë kujdes për ta nuk e kanë krye atë misionin se me eduku fëmijët, e me javdhon një kulturë islame, një edukat islame që do të është mision i shejt. Se i ruan prej devijimit, i ruan prej humnerës, prej humbjes. E tash nëse se kanë krye prindrit, normal tash dikush e ka, sikur na që e kemi bismillah, elhamdulillah, selam aleikum, dikush e ka me të shamenon, me babë, me familje, me këto, me ato runaset. Po ti bën durim, lutet Zotin, kur vjen ajo fjala, unë po du me të nda për hatrit fëmijëve, ti e din tash, ti e sheh burrin që po sillet, nëse veç ti një rande, veç të shan, e të nënshmon, e të ofendon, e të maltreton, edhe kjo nuk ndalet, do të më ndërhyj dikush prej familjes së burrit, edhe prej familjes së gruas. Ka nevojë me ndërhyj edhe dikush jashtë, që na i hoqë që është në sferën e davetit i një orë që ka autoritet, edhe ai me urtësinë, me butësinë e tij me ndërhyj edhe me qetësu gjakrat, edhe me aqel syt me gish këtij burrit. E nëse krejt konsumohen rrugët, ai veç thotë, kat jam të të mojt, se kam interesim edhe nuk ta jep hakun, domethënë, si burr, atëherë se ti e sheh që nuk ka rrugë, atëherë ti nuk mundesh me mirë të si shërbëtore. Ti mos e lër rolin e shërbëtores e të sklavës atë të robreshës. I thu po more, ty Zotit qoftë hajër, edhe mu Zotin qoftë hajër, edhe për ty ka burr tjetër, edhe për ato ka burr tjetër, edhe vazhdoni jetën, s'kemi çka më i bë. Gjusë thot për borxhe në dua kërkan, sepse kam thot borxhe edhe për me i në librën Boroja e muslimanit, që është shqip edhe është përhapshëm, edhe është shpërnda gratis, tash edhe shitet me njëra, aty është një prej duave, është lutja apo daja e atyre që janë të ngarkuar me borxhe, e merr atë librin Boroja e muslimanit, e ki anglisht, e ki shqip, e ki, se s'po di tash është kënë Kosova, ku jashtë, e ki gjermanisht, e ki frëngjisht, turqisht, të na gjut në Boroja e muslimanit, aty është daja për ata që janë të ngarkuar me borxhe. Mirë, Allah të shpërbleft i dashtun hoxh, na i bo Allah zgjatën pak më shumë. Allah të shpërbleft edhe juve edhe stafin tuaj dhe të gjithë ata besimtar
edhe besimtarët që ishin me neve deri në këto momente, deri në takimin e radhës, të dielën tjetër, në këtë kohë, në këtë medium të nderuar, me këta vëllezër këto të Radio Televizion Pendimi, qofshin nën mëshirën, nën bekimet dhe nën mbrojtjen e Allahut te bareke ve taala. Wassalamu alaikum. Allahumma amin, aleikum selam. Shikos dashur, këtu po japim fund edhe dritës së vërtetës për këtë javë, me shpresë të i madhe Allah që do të ritakohemi të dielën e ardhshme. Deri në takimin tonë të radhës, besni në mëshirën dhe mbrojtjen e të madhit Allah. Selamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh.